Ministri të Drejtësisë Besford Lamallari i është kufizuar aksesi në dokumentet sekrete, edhe pse është Ministria e Drejtësisë ajo që ka korrespondencat me të gjitha shtetet partnere për dërgimin e letërporosive, kreu i këtij institucioni, duke se është pa certifikat sigurie. Sipas një urdhri të publikuar në fletoren zyrtare, Lamallari ja ka deleguar zëvendës ministrit Teddy Dobby kompetencën për të pasur akses në informacionet sekrete. Në urdhër thuhet se ky delegim do zgjasë derisa ministri të sigurojë kushtet ligjore. Pas kalimit nga Ministria e Brendshme ku ishte zëvendës ministër tek Ministria e Drejtësisë, ai duhet të pajisej me certifikat sigurie të re. Nuk dihet pse Lamallari ka mbetur pa certifikat sigurie, çështja rrese, apo nëse DSIK ka zbuluar probleme në figurën e ministrit pasi ka 4 muaj si ministër. Por çfarë është certifikata e sigurisë së personelit? Certifikata e sigurisë së personelit është dokumenti zyrtar i autoritetit shqiptar, përgjegjës për sigurinë e informacionit të klasifikuar, ose i një autoriteti kompetent përgjegjës i sigurisë së një vendi tjetër, i cili vërteton nga pikpamja e sigurisë se një individ i plotson kushtet e përcaktuara për njohjen, ruajtjen, administrimin dhe transferimin e informacionit të klasifikuar. Sa u takon afateve, afati i përgjithshëm për kryerjen e procedurave të verifikimit fillon vetëm pas paraqitjes së plotë dhe pranimit të dokumentacionit nga ana e AKSIK dhe zgjat deri në 120 ditë kalendarike. Ky afat mund të jetë më i gjatë kur verifikimet kushtëzohen nga kryerja e procedurave në bashkëpunim me autoritetet e sigurimit kombëtar të vendeve të tjera ose kur drejtori i përgjithshëm i AKSIK udhëzon kryerjen e verifikimeve shtesë.